Agimi Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, dyshohet se është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që hakeroi sistemin e brendshëm të prokurorisë së posaçme, me synim vjedhjen e informacioneve të klasifikuara nga kompjuterat e prokurorëve që kanë në dorë dosje të rëndësishme për krime dhe korrupsion sipas SPAK. Ish zyrtari u njoftua këtë të njëjtë se është marrë nën hetim për 3 vepra penale, përgjimi i palishëm i të dhënave kompjuterike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. SPAK ka konfirmuar kështu dyshimet e ngritura pas arrestimit të 2 personave të parë se pas tentativës për të vjedhur dosjet e prokurorëve të posaçëm, fshihet një grup i organizuar me interesa ende të paqartësuara. Ky është momenti kur ish drejtori i burgjeve, Agim Ismaili, la ambientet e SPAK, pasi prokurori Bledar Maksuti i komunikoi akuzat. Kjo ishte hera e tretë që ai paraqitej si person nën hetim. Për ndërhyrje në sistemin e SPAK në muajin mars u arrestuan ish punonjësi i IMT-s Arnold Rokaj dhe ish zyrtari i burgut të Vlorës Zambak Gjonaj. Gjatë hetimeve ku morën deklarime nga 72 persona ka dalë dhe emri i Agim Ismailit. Sipas burimeve, gjatë ndërhyrjes u hakeruan emailët e prokurorëve Behar Dibra, Enkelejda Milonaj dhe Elida Kaçkini, me qëllim vjedhjen e të dhënave për dosjen në hetim për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Edhe pse SPAK mohoi depërtimin në serverin e brendshëm, disa shkresa rezultojnë të jenë shpërndarë te persona të tretë, mes tyre dhe ish drejtori i burgjeve. Ndërkohë prokuroria e posaçme vijon hetimet për të zbardhur plotësisht qëllimet dhe përfshirjet në këtë ngjarje.